Natyrisht se sfidat sot janë nga më të ndryshmet. Ne shohim gjithmonë kërkesa dhe nevojë të rive për të diskutuar, për të trajtuar gjëra që ata më shumë të shqetëson. Ne sot shohim se jetojmë në kohën e pasigurisë, ku ndonjëherë jemi të mbushur nga informacione të ndryshme, mirë po të paorientuar në një drejtim të veçantë. Një pjesë e rinisë gjithmonë kanë kërkesa që ta gjejnë drejtimin e duhur në jetën e tyre. Për shkak se është periudha ku ndonjëherë janë të izoluar nga shoqëria, nga familja, dhe qëndrojnë në një kryq në cilin nuk dinë ta gjejnë drejtimin e vërtetë. Andaj, sfidat më kryesore janë që të qëndrojnë mbi vlerat që i gëzon sot një njeri i drejtë dhe i sinqert. Jemi në kohën kur vlerat më së shumë t'i sulmohen. Sot të jesh i ri me vlerë, të jesh i ri me moral, të jesh i ri duke vendosur vjet kuqe për mos ta bërë atë që s'duhet bërë, natyrisht se kërkon një besim të fortë, një besim të drejtë, një besim të sinqert. Por përderisa krijohet një besim siç duhet, atëherë një i ri është i destinuar për të triumfuar, por në anën tjetër duke mos mbet pa rrugdalje në mënyrë që të vazhdoj aty ku duhet të jetë ky person. Andaj, në bashkëpunim me të rit që kemi takime të ndryshme, takime të rregullta, është e udhës dhe shohim të nevojshme që të mishrohemi me ta, me dertin, brengen dhe ato gjërat që ata shqetësojnë më shumti, në mënyrë që së bashku pas konsultimit dhe bisedimit ta gjejmë atë që është më mira për ta.